74 vjet kam kombinat. Baja ka lind këtu, vet këtu, fëmijët e mi këtu. Ju e shikoni që kombinati është rënim total. Ludhem, shqetësimi im është çfarë do bëhet me kombinatin, me pallatet ekzistuese dhe me pallatet që janë shkatruar. Ktu ka qenë pallati 160. Xhaxhain tim 74 vjet këtu, ja morën pronën dhe tani ka hyrë në përgjigje për të marrë pronën e vet. Shqetësimi gjithë kombinatëve çfarë do bëhet me pallatet ekzistuese dhe me pallatet që janë shkatruar. Mbi 50 raste deri tani, kombinatat vjetër i kanë marrë shtëpinë patronazhistët, janë fut tjerët dhe kombinatat vinë vërtet në përgjigje për të marrë pronën e vet. Unë kam lexuar pak a shumë programin, pika kryesore që më ka pëlqyer dhe shpresoj që ajo të jetë e para në renditjen e Partisë Demokratike është minimumi etik. Është e pajustifikueshme si shoqëri që ne të rinë tani të vujmë duke pak në përkazonat e plera me njerëz duke gjëmu ekzistencën. Ne si shoqëri kemi dështuar. Ju lutem të vendoseni të parën. Minimumi etik është i pajustifikueshëm.